Personat që pinë kafe duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Gjatë shekullit të 17, pirja e kafes dënohej me humbje jete. Në atë kohë ajo besoi se kishte efekte të ndryshonte mendjen e njeriut. Për fat të mirë tani ne mund ta pimë atë sa herë të duam dhe shumëllojshmëria e përmbajtjeve që ajo ofron është gjithashtu e ndryshme në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por gjithashtu ekspertët kanë diskutuar rreth përfitimeve dhe këshillave se si duhet ta shtoni atë në dietën tuaj për të marrë përfitimet e duhura dhe për të parandaluar komplikacionet. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania kanë zbuluar se kafeina bën që qelizat dhe efektet e gjakut të reagojnë në mënyra të caktuara pasi të keni konsumuar kafe. Ato përmirësojnë gjithashtu edhe funksionet e qelizave duke i bërë ato që të performojnë si të reja. Studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që na duhet për ta mbajtur zemrën të re për më gjatë është jo më shumë se 4 filxhan kafe, por kjo varet gjithashtu edhe nga gjendja juaj shëndetësore. Pirësit e kafes jetojnë më gjatë. Gjatë viteve, studiuesit kanë vërejtur se pirësit e rregullt të kafes kanë më pak të ngjarje që të vuajnë nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista e përfitimeve janë gjithashtu problemet e shëndetit të zemrës, goditja në tru, lëndimet, sëmundjet e frymëmarrjes, infeksionet gjithashtu edhe diabeti. Një studim masiv i 400.000 njerëzve në SBA zbuloi se njerëzit të cilët konsumonin kafe në bazën e tyre ditore kishin më pak të ngjarje të humbisnin jetën kryesisht edhe për shkaqe të tilla të cilat i përmendëm më herët, krahasuar me njerëzit të cilët nuk e konsumonin kafen. Por kafeja nuk duhet të tepërohet në organizmin tuaj. Sidoqoftë, nëse shpesh keni edhe dyzime se sa gota kafe duhet të pini në ditë, shkalla fillon gjithashtu edhe me lëvizjen e rrezikut që i kanosen organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë 1 deri në 3 filxhan kafe të paëmbëlsuara në ditë në mënyrë që përfitimet e tyre të jenë të menjëhershme. Njerëzit të cilët pinë kafe rregullisht mund të kenë gjithashtu edhe shumë përfitime për sa kohë nuk e tepërojnë me të. Njerëzit që pinë kafe jo më shumë se 4 ekspres në ditë mund të kenë përfitime, por nëse pini mbi 6 ekspres në ditë, atëherë përgatituni që të ndryshoni edhe shëndetin e zemrës dhe të krijoni gjithashtu komplikacionet e tyre. Shumë adhurues të kafes pijen e tyre e shoqërojnë me sheqer ose me krem që shtojnë kalori dhe yndyrra, të cilat nga ana tjetër mund të çojnë në çështje të ndryshme të shëndetit të zemrës. Ndërsa është e vërtetë se sasia e duhur e kafes së zezë zvogëlon në riskun e diabetit, duke shtuar ëmbëlsues si kremi, sheqernat ose aromatizuesit e tjerë, mund të rrisni probleme të ngjashme në shëndetin tuaj. Por si të masni përfitimet e kafes dhe sa kafe lejohet në shëndetin tuaj çdo ditë. Kafeja nuk është vetëm burim që ofron kafeinën, mund të gjendet gjithashtu te çaji dhe ushqimet e tjera. Prandaj ekspertët këshillojnë jo më shumë se 3 filxhan kafe në ditë nëse nuk konsumoni ushqime të tjera me kafeinë. Kafeja, duke u konsumuar si duhet dhe në standardin e rekomanduar, mund të jetë një përzgjedhje e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Kafeja është një nga pijet mjaft të njohura në të gjithë globin për një numër të lartë të përfitimeve shëndetësore. Fal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu është mjaft e shëndetshme në dobi të organizmit. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe rrezikohen më pak nga komplikacionet e ndryshme të shëndetit. Këto janë përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i kafes, sipas Healthline. Kafeja mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues në trurin tuaj që shkakton efekte stimuluese. Gjithashtu, kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në djegjen e dhjamit. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu edhe ritmin e metabolizmit.
Ajo mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Kafeja përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeina përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë këtu riboflavin, acidin pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Kafeja e konsumuar brenda normës së rekomanduar në dietën tuaj mund të ulë riskun për të prekur nga diabeti tipi 2. Disa studime sipas Healthline sugjerojnë se personat që konsumojnë kafe kanë një rrezik më të ulët për të vuajtur nga problemet e diabetit të tipi 2, një gjendje e rëndë shëndetësore që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Kafeja është një nga pijet më të mira që mund të konsumoni në dietën tuaj. Për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda normës së rekomanduar, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë mjaft të vlefshme për ju. Kafeja mund t'ju mbrojë gjithashtu kundër problemeve të sëmundjeve të Alzheimeri dhe demantinës. Personat që pinë kafe rrezikohen më pak për t'u prekur nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demantinës në të gjithë botën. Mund të ulë riskun që të vuani gjithashtu nga problemet e Parkinsonit. Personat që pinë kafe në rutinën e tyre ditore kanë gjithashtu mjaft përfitime, edhe me të paktën 60% mund të ulin në riskun për të prekur nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Konsumi i kafes në normat e rekomanduara ditore mund të përkthehet gjithashtu në një mëlçim më të shëndetshme dhe një organizëm më të fortë. Personat që pinë kafe rregullisht kanë një risk më të ulët që të vuajnë nga çrregullimet e cirozës, e cila mund të shkaktojë gjithashtu edhe komplikacione të mëlçisë. Kafeina në trupin tuaj e konsumuar si pasojë e pirjes së kafes mund të jetë një mburojë shumë e mirë për të ulur riskun e problemeve siç është për shembull depresioni dhe t'ju bëjë të jeni më të lumtur. Kafeja duke se ulur riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike edhe humbjen e jetës në mënyrë të tillë. Kafeja mund të parandalojë edhe disa lloje të problemeve që ndikohen kryesisht nga shfaqja e radikaleve të lira në organizëm. Problemet e mëlçisë dhe kolorektale janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të humbjes së jetës si pasojë e problemeve të radikaleve të lira në shëndetin tuaj. Pirësit e kafes do të marrin shumë përfitime nga konsumi i kësaj pije, sidomos kundër këtyre komplikacioneve që mund ta rëndojnë gjithmonë më shumë shëndetin tuaj në mënyrë të njëanshme. Gjithashtu ekspertët shtojnë se kafeja mund të mbrojë gjithashtu kundër sëmundjeve në zemër dhe të ulë riskun e goditjeve në tru. Për sa kohë kafeja konsumohet brenda normës së rekomanduar ditore, ajo do të përkthehet në një element të vlefshëm ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Pirja e kafes në dietën tuaj mund t'ju ndihmojë që të jetoni më gjatë. Disa studime sugjerojnë se pirja e kafes do ju bëjë që të jetoni më gjatë dhe të keni një risk më të ulët për të pësuar gjithashtu një humbje të jetës në mënyrë të parakohshme. Ekspertët shtojnë se konsumuesit e kafes marrin gjithashtu antioksidantët e duhur me konsumin e saj në mënyrë të rregullt. Për sa kohë kafeja konsumohet brenda normës së rekomanduar dhe gjithmonë pa ëmbëlsues ose pa kremra ose shtojca të ndryshme, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet të larmishme. Kafeja është e pasur me antioksidantë të fuqishëm që mund të mbajnë larg probleme dhe komplikacionet e shëndetit tuaj. Ndaj mund të përkthehet gjithashtu në një mburojë të vërtetë të shëndetit dhe gjithashtu të ofrojë edhe të gjitha antioksidantët që mbrojnë organizmin dhe lehtësojnë komplikacionet e saj. Shtimi i kafes në rutinën tuaj ditore sipas ekspertëve të Healthline mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të merrni antioksidantët e duhur në rutinën tuaj ditore. Ekspertët thonë se kafeja është e mirë për shëndetin për sa kohë nuk teprohet me konsumin e saj. Nëse doni të merrni përfitime dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen shëndetit, pini 1 deri në 2 kafe çdo ditë, në varësi edhe të problemeve që mund të keni në shëndet. Ekspertët sugjerojnë të mos e teproni me pirjen e kafes
dhe gjithmonë të mos e konsumoni me stomakun bosh për të marrë këto përfitime sipas Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.